Në njësinë administrative, Orikum ka nisur pas përfundimit të sezonit veror puna për realizimin e projektit të titulluar Përmirësimi integruar urban i Orikumit, projekti që konsiston në rehabilitimin e bulevardit kryesor të Orikumit dhe hapësirave publike përreth. Punimet për realizimin e këtij projekti vlerësohen nga banorët e zonës, të cilët e shohin si diçka të domosdoshme për njësinë administrative, përmirësimin e kushteve infrastrukturore. Megjithse, banorët shprehen të pakënaqur për sa i përket ritmit të punës. Sipas tyre, punimet po ecin me ritme shumë të ngadalta, duke e kthyer aksin kryesor të Orikumit në një rëmuj të vërtet. Sipas banorëve, rëmuja e shkaktuar nuk sjell mirëqenie, por vetëm penalizon banorët dhe kryesisht bizneset në zonë. Banorët kërkojnë shtim të ritmeve të punës për mos ndikuar më pas në qarkullimin rrugor dhe jetën e tyre të përditshme. Unë jam në kalim këtu. Vina emigrimi, më bet qefi që po investohet. Problemi është që është shumë rëmuj. Kjo rëmuj nuk bie mirëqenie as edhe njerit, si këta që punojnë, edhe ne që vim nga jashtë shtetit. Pse? Çfarë ndodh? Ndodh që është shumë rëmuj, nuk ka një rregull. Nuk ka për shembull të organizohet shteti të bëj kalimin e rrugës edhe daljen e rrugës. Ja, deri në fund. Po të vazhdoni të veni deri në fund. Këtë opinion që japun mendoj të mund të hap edhe ndonjë tjetër. Mund të thash opinionin tim. Ritmet e punës nuk janë të mira. Unë jam në kalim, ritmet janë shumë të lehta. Shumë të ngadalta. Po si shikoj unë, sa kuptoj unë, është një diçka për të ardhmen dhe është shumë e bukur. Po duhet të organizohen që të ecë jeta në të njëjtën kohë, puna edhe të pengon qarkullimin besoj. Qarkullimin vetëm. Gjë tjetër pastaj s'ke çfarë thuash për Orikumin. Juve banoni këtu? Po. Sa kohë ka që ka nis ky projekt? Ka në rreth një muaj, punimet domethënë vazhdojnë në rregull, po vazhdojnë edhe nuk e organizojnë ashtu siç duhet për arsye se bllokojnë rrugën, edhe njerëzit nuk e dinë, duhen të kalojnë për shembull, të dalin anë, do kthehen, do në një tjetër, ë? Punojnë, për të punojnë. Është gjë e mirë, por duhet të marrin masë. Është shumë gjë e mirë, vetëm të rregullohet, domethënë ritmi dhe rregulli. Domethënë se ngelet të bllokuar atë vesh në fund është e bllokuar rruga. Nuk kalon dot. Investitori në këtë projekt është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por ndihmës në financime ka dhënë edhe Banka Botërore. Ai është një projekt i qeverisë shqiptare ku përfitues është njësia administrative Orikum. Do të jetë një projekt i ngjashëm me bulevardin Ismail Qemali, 2 kursi tepër të ngushta me gjerësi qarkullimi rrugor. Përparësi do të kenë këmbësorët ku përpasoj trotuari kryesor do të zgjerohet dhe gjithashtu do të kenë vende të posaçme për mbjelljen e pjesëve të gjelbëruara, vendosjen e ndriçimit rrugor dhe sinjalistikës rrugore vertikale dhe horizontale. Projekti ka nisur 3 muaj më parë. Afati punimeve është 6 muaj, por megjithse ka kaluar gjysma e këtij afati, në zonë është realizuar vetëm 20% e kësaj pune.